Në sheshin e Tetovës, shkollat e mesme të Tetovës prezantuan ofertat e tyre për vitin shkollor 2026-2027. Dita e hapur t'u boj shumë të interesuar, por edhe nxënës semi-maturant që për së afërmi u njoftuan me ofertat e shkollave. Ditë e hapur e shkollave të mesme në sheshin e Tetovës, qëllimi ishte që nxënësit e ardhshëm të shkollave të mesme të njihen më mirë me drejtimet arsimore, profesionet dhe mundësitë që ofrojnë shkollat në komunën e Tetovës. Në zemër të Tetovës, sheshi i qytetit sot është ndëruar në një hapësirë informimi, prezantimi dhe orientimi për mira nxënës të ardhshëm të shkollave të mesme. Shkollat e mesme në Tetovë po marrin pjesë në ditën e hapur ku paraqytetarëve dhe nxënësve prezantojnë programet arsimore, drejtimet profesionale dhe mundësitë që ofrojnë për vitin shkollor 2026-2027. Së bashku me zëvendës kryetarin Albi Qamili, zëvendës ministrin e arsimit dhe shkencës Driton Sulejmani, kryetarin e komunës së Të Arcës Daut Memishin dhe kryetarin e komunës së Bogovinës Feti Abazi. Në këtë ditë të hapur mori pjesë edhe kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami. Në ditën e hapur, 7 shkollat të mesme prezantuan drejtimet e tyre para nxënësve të ardhshëm të shkollave të mesme. Në territorin e Tetovës funksionojnë 5 shkolla të mesme komunale dhe 2 shkolla të mesme shtetërore. Këtu nga sheshi i Tetovës jemi bashkë me kryetarët e komunave tjera të Pollogut, bashkë me zëvendës ministrin e arsimit për të promovuar shkollat e mesme apo për të parë drejtimet të cilat i ofrojnë shkollat e mesme të Tetovës, por njëherët kjo përkon edhe me ditën botërore të zjarfikësve. Nxënësit e shkollave fillore nga gjithë rajoni i Pollogut, të cilat gravitojnë në komunën e Tetovës, do të mund të përcjellin ofertën e shkollave të mesme. Përndryshe janë prezent 7 shkolla të mesme, nga të cilat 5 komunale, 2 gjimnaze, shkolla e mesme profesionale mjekësisë, shkolla e mesme profesionale ekonomike dhe shkolla e mesme profesionale tekstiles, po ashtu edhe 2 shkolla shtetërore, shkolla e mesme shtetërore muzikës dhe qendra rajonale për përgatitje profesionale. Në gjithë këto shkolla ka drejtime të cilat janë të përshtatura për tregun e punës dhe të cilat kërkuara nga nxënësit tonë. Prandaj këto shkolla sot do të kenë mundësi gjithë këto drejtime t'i prezantojnë para nxënësve. Përndryshe në këtë vit kemi numër të përafërt të nxënësve sa në vitin paraprak. Më konkretisht deri tash pas të dhënave që kemi nga shkollat fillore që gravitojnë në komunën e Tetovës, bëhet fjalë për një numër diku 1890 nxënës, të cilat duhet të regjistrojnë në 29 paralele në gjuhën shqipe, 9 paralele në gjuhën maqedonese dhe 1 në gjuhën turke. Me krenari dhe përkushtim, pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe nxënësit dhe mësimdhënësit e SHMKM Nikola Shtein, të cilët prezantuan drejtimet arsimore, punën, sukseset dhe mundësitë që ofron kjo shkollë e mesme. Sot jemi këtu në sheshin Iliria në kuadër të ditëve të hapura të shkollave të mesme të komunës së Tetovës, ku edhe shkolla jonë përpara prindërve, gjysmëmaturantëve, po edhe mësimdhënësve prezanton profilet arsimore për këtë vit shkollor. Shkolla e mesme e mjekësisë Nikola Shtein si vjet pranon 694 nxënës në 21 paralele në 3 gjuhët arsimore, në gjuhë shqipe 14 paralele, në gjuhë maqedone janë 6 paralele dhe 1 paralele me mësim në gjuhën turke. Gjithsej kemi 8 profile mësimore, është profili infermierisë, teknik farmaceutik, teknik i fizioterapisë, teknik dhëmbësh, motër ginekologjika akusherike, laborant dhe risia si vjetë është asistentë dentar që është paralele duale me numër të rritur të orëve të praktikës të punëdhënësi dhe është drejtimi i shërbimeve personale ose të bukurisë dhe kozmetikës.
Ofertat për semimaturantët i prezantuan edhe nga Gjimnazi i Tetovës si një vatër arsimore që me vite është ndër për zgjedhjet kryesore të nxënësve për arsimimin e mesëm. Tani ofertat si gjithnjë deri këtë vit kanë qenë prezantimi i drejtimeve dhe regjistrimi i nxënësve të vitit parë në për drejtimet të cilët ofrohen, megjithse në vitin e parë dhe dytin, edhe pse ndahen në drejtime matematik natyror, drejtimi përgjithshëm humanitar shoqëror dhe gjuhësor artistik, përmbajtja e programeve janë të njëjta, ata ndahen në vitin e 3. Tani risi këtë vit është edhe obligimi i nxënësve prezantues të ofertave të këtij viti është se me konceptin e ri të arsimit gjimnazor, të gjithë nxënësit më nuk do përcaktohen fillimisht në vitin e parë për drejtime, por thjesht do regjistrohen në gjimnaz, pastaj në vitin e tretë vetvetiu do përcaktohen për llojin e profilit që do ta zgjidhin në bazë të lëndëve të cilat ju ofrohen kryesisht zgjedhore. Edhe në atë mënyrë do t'ju mundësohet secili të orientohet në drejtimet e vet. SHMEK 8 shtatori mori pjesë me sukses në aktivitetin Dita e hapur, duke prezantuar programet dhe drejtimet profesionale të shkollës. Nxënësit dhe profesorët shfaqen për kushtim, kreativitetin dhe punën e tyre para vizitorëve dhe të rinjve të interesuar për të ardhmen e tyre. Sot kemi kënaqësinë t'ju prezantojmë drejtimet tona ekonomik, juridik dhe marketingun digital, të cilat ju ofrojnë nxënësve njohuri dhe aftësi për të ardhmen profesionale dhe tregun modern të punës. Shkolla jonë angazhohet për edukim cilësor, zhvillim profesional dhe përgatitje praktike. Një falenderim kryetarit komunës për mbështetjen dhe kontributin për organizimin e ditës së hapur. Shkolla e mesme ekonomike komunale 8 shtatori, që nga themelimi i saj në vitin 1996, vazhdon të jetë një nga institucionet arsimore më të rëndësishme në rajonin e Tetovës, duke përgatitur gjenerata të reja për tregun modern të punës dhe për studime të mëtejshme universitare. Me mbi 1300 nxënës dhe staf profesional të përkushtuar, shkolla ofron kushte bashkëkohore për zhvillimin e njohurive teorike dhe aftësive praktike në fushën ekonomike, juridike dhe teknologjike. Përmes programeve moderne mësimore, nxënësit përgatiten për sfidat reale të biznesit, administratës dhe ekonomisë digjitale. Një nga drejtimet më të njohura në këtë shkollë është drejtimi teknik i ekonomisë, ku nxënësit mësojnë bazat e ekonomisë, financave, kontabilitetit, bankave dhe menaxhimit të bizneseve. Ky drejtim u mundson të rinjve të fitojnë njohuri për mënyrën e funksionimit të kompanive dhe institucioneve financiare, duke krijuar mundësi të shumta për punësim në banka, kompani private, administrat apo vazhdim të studimeve në fakultete ekonomike. Po ashtu, një interes të madh paraqet edhe drejtimi teknik i juridikut, i cili përgatit nxënësit në fushën e ligjit, administratës dhe funksionimit të institucioneve shtetërore. Në këtë drejtim, nxënësit mësojnë për të drejtat dhe obligimet ligjore, dokumentacionin juridik, procedurat administrative dhe organizimin institucional. Pas përfundimit të shkollimit, ata mund të vazhdojnë studimet juridike ose të angazhohen në administrat, gjykata, institucione publike dhe kompani private. Ndër drejtimet më moderne dhe më të kërkuara sot është drejtimi teknik i tregtisë elektronike dhe marketingut digital. Ky profil është i orientuar drejt teknologjisë dhe komunikimit modern, duke ofruar nxënësve njohuri në menaxhimin e rrjeteve sociale, reklamim online, tregtinë elektronike, krijimin e përmbajtjeve digjitale dhe promovimin e bizneseve në internet. Në një kohë kur teknologjia dhe marketingu digital po zhvillohen me ritme të shpejta, ky drejtim krijon mundësi të mëdha për punësim në kompani moderne, media, marketing online dhe biznese të ndryshme digjitale. Përveç dijes profesionale, shkolla punon vazhdimisht edhe në zhvillimin profesional të nxënësve, duke nxitur kreativitetin, mendimin kritik, përgjegjësinë dhe bashkëpunimin mes të rinjve. Përmes aktiviteteve edukative dhe përdorimit të teknologjisë moderne në mësimdhënie, nxënësit përgatiten të jenë qytetarë të suksesshëm dhe profesionistë të së ardhmes.
Me tradit, për kushtim dhe vizion për të ardhmen, Shkolla e Mesme Ekonomike Komunale 8 Shtatori mbetet një qendër e rëndësishme edukimi dhe profesionalizmi për të rinjt e Tetovës dhe më gjerë. Edhe nga gjimnazi 7 marsi hapën ofertat për semimaturantët. Kjo shkollë e mesme është në pritje të objektit të ri. Po si zakonisht, gjimnazi është gjimnaz, kemi drejtimet matematik natyror, gjukësoro-artistik dhe shoqëroro-humanitar, ose siç populli e njeh ndryshe si gjimnazi i përgjithshëm. E kemi dëshmu që gati 10 vite që funksionojmë si gjimnazi i 7 marsi, në për shumë aktivitete kemi marrë çmime të ndryshme nga shkolla jonë, domethënë nga projekte të ndryshme të lëndëve të ndryshme, kështu që mes tjerash është një risi që shpresojmë që në vitin tjetër do të jemi me objekt të ri, këndej tek shkolla në qendër që është tek shkolla tekstile, edhe pse kushtet edhe tani kemi jashtëzakonisht mira, kemi edhe sallën sportive që është ndërtu. Megjithatë, tani është një konstatim përgjithësi se për shkak të pozitës që kemi si në periferi, nxënësit pak më tepër, domethënë kërkesat e tyre janë jo rastisht të gjimnazi në Kiril Peqinović, për shkak ndoshta të vendit që është si në qendër, dhe mendoj që nga viti i ardhshëm do të jemi edhe ne në një objekt pak më të përshtatshëm, më të mirë. Edhe Shkolla e Mesme Tekstile pati kënaqësinë të jetë pjesë e ditës së hapur të shkollave të mesme, një aktivitet mjaft i rëndësishëm për semimaturantët. Zakonisht janë disa oferta standarde, por një ofertë në cilin askush shkollë tjetër nuk e ka kemi ne. Pra në rast se don dikush të mësojmë një shkollë të re, ne jemi ato që mund të ofrojmë. Po shkollës re ne do të ofrojmë edhe ato drejtime që janë shumë interesant për ardhmërinë e nxënësve. Pra janë do drejtime profesionale, siç është dizajn që është interier edhe i veshjes, ka drejtimet e tekstilit, teknologjia ushqimore, pra janë do drejtime në cilin ne mendojmë se për shoqërinë apo për ndarmen e fëmijëve ja vlen që të vinë tek ne. Në këtë ditë të hapur, ishin edhe nga shkolla Marif, prezantuan ofertën arsimore, por edhe qëndrimin ditor për fëmijë. Kemi nderin që sot të jemi këtu në mes të gjithë së bashku me shkolla tjera të mesme të rrethinës së Tetovës dhe të komunës së Tetovës. Ne jemi këtu për ta përfaqësuar shkollën Marif, International Schools Marif. Do me thënë kushtet të cilat ne i ofrojmë janë që kemi arsim cilësor, qëndrim ditor të nxënësve, do me thënë, me orar 7 orësh. Kushte kemi kabinetet, do me thënë, pak më ekstra nga shkolla tjera, ndoshta kemi kabinetin e biologjisë, të kimisë, kemi do me thënë kushte që nga hyrja e shkollës, informacionet cilat mund t'i merrni, personat cilat janë të interesuar për regjistrime, kemi zyrën e regjistrimeve, atje do të merrni ofertat, siç janë çmimet, kushtet cilat janë, çfarë përfshin kontratën të cilën vendosin ta bëjmë prindërit së bashku me nxënësit, aty përfshihet shkollimi edhe ushqimi. Me shumë kënaqësi, mirëpritëm semimaturantët në shkollën tonë në kuadër të ditës së hapur, thanë nga Qendra Rajonale e Arsimit Profesional Mosha Pjade. Qytetarët, por edhe nxënësit, patën mundësinë të shohin nga afër ambientin, aktivitetet dhe frymën që e bën të veçantë këtë shkollë. Sa i përket ofertave, këtë vit kemi oferta shumë më të mira se vitin tjetër, për shkak se kemi ambiente shumë më të mira, kabinetet janë multifunksionale, janë në mënyrë perfekte, siguria në shkollën maksimale, kemi pas edhe ditë hapur të anën, se dhe i media ta kanë marrë pjesë, por mund ta shihni në faqen e Facebookut Mosha Pjade, i kemi krejt ambientet e nënçizume. Kemi drejtime shumë mira, kemi drejtimin e informatikës IT-s, që hinte pjesa e elektroteknika kompjuterike, ku kemi tash kabinete me kompjuter, me smart tabla, kemi me profesor shumë të përgatitur për programim,
Kemi njëjtë drejtimet e maqinerisë, ndërtimtarisë, hotelierisë, me dhonë drejtime që mendoj që u duhen nxënësve të shkollave fillore ti ndjekin këto drejtime. Në shkollat e mesme në Tetov, këtë vit pritet të regjistrohet përafërsisht numër i njëjtë nxënësish si vitin e kaluar, diku rreth 1890 nxënës. Është paraparë që ata të regjistrohen në 49 paralele në gjuhën shqipe, 9 në gjuhën maqedonase dhe 1 në gjuhën turke. Në afatin e qershorit, për regjistrim ka 2 periudha aplikimi, e para nga 12 deri më 15 qershor dhe e dyta më 23 qershor. Ndërsa në afatin e gushtit ka një periudhë aplikimi, e cila do të realizohet më datë 20 gusht.